dashur ndjekës të podcastit Muhabet e Kulture dhe ju miq të portalit Alma Press, sot me ne në emisionin e radhës është Teuta Ajdini Jegeni. Mirë se më erdhe. Mirë se ju gjeta. Faleminderit shumë për kohën dhe për përgjigjen pozitive që i bët ftesës tonë, që Patjetër. qeni pjesë i këtij podcasti ku ne trajtojmë temat e kulturës, por duke bërë muhabete për kulturën. Pra, është një format ku flasim lirshëm për gjitha ato proceset kulturore që ndodhin tek ne shqiptarët. Ju jeni ndër të parët aktore shqiptare që jeni ngjitur skenave të teatrit dhe të filmit. Mundësisht një përshkrim të shkurt rreth karrierës tuaj, fillimet, peripecitë, sukseset, dhe pastaj të hapim muhabetin edhe për gjëra tjera. Unë nuk dua t'ju korrigjoj, vetëm t'ua theksoj dua se unë vërtet jem ndër të parat që u arsimova për këtë drejtim. Po para meje ka pasur aktore jo mjaftueshëm, po shumë aktore cilësore dhe me vlera. Dhe fati im i mirë që unë i kam përcjellur si fëmijë ato. I kam përcjellur sepse rritesha në teatr, rritesha sepse isha vajza e një aktori i cili shpesh më mirte me vete gjatë punës së tij. Kisha edhe pjesëmarrje si fëmijë në disa shfaqje. Dhe mbaj mend tani, mezi e mbaj mend atë tekstin tim kur ma japin si rol, atëherë u adija krejt aktorëve gjithë tekstin e mundshëm. Për kur erë të teksti juaj? Jo, tash normalisht, është ndryshe puna, do të them se ka pasur aktore dhe jashtëzakonisht të mira, me vlera, po jo mjaftueshëm interesi për tu punësuar në teatr, jo për tu. Dhe kur erdhi koha që unë të përcaktohesha, megjithëse isha përcaktuar shumë më herët për këtë profesion, sepse ndjente babai im se unë trashëgoj diçka nga ai, se merrja pjesë në shumë aktivitete që në shkollë fillore, recitoja, isha e dashur e shkollës, kisha do afinitete që ai i hasi të unë. Dhe ishte një konkurs në teatrin shqiptar. Atëherë nuk ishte aktore të arsimuar dhe me talent, hapeshte një audicion dhe të pranonin. Interesimi ishte tepër i vogël. Pse ishte? Sigurisht kjo është një muhabet tjetër edhe ka pasur, s'ka pasur paragjykime. Mundemi edhe për këtë të flasim, nuk e di pse. Do të trajtojmë si temë. Do të trajtojmë atëherës. Dhe unë u pranova. Nuk e di si shkova, shpejt e shpejt ata me nxipritnin që unë të punësohem edhe më thirrën në shpejtësi. Si e re, unë me njerë u punësova. Gjatë disa muajve, unë dejta aty e punësuar, mbaj mend rolin e parë kisha te Dervishi, kisha vetëm një fjali të dua. Po ma të bukurën, a? Dhe e kuptova se jam në një vend ku nuk është mjaftueshëm vetëm prezenca ime e paarsimuar. Pastaj unë rrjedhi nga një familje e cila ledhatonte arsimimin. Kisha përkrahje të jashtëzakonshme dhe u hap konkursi për pranim në Fakultetin e Arteve Dramatike në Shkup, ishte në shtator, dhe konkurova. Jo, në qershor. Me iku ai shtatorit dhe pastaj prita vitin tjetër në shtator, i tregova drejtorit se unë do ta lë punën dhe do të shkoj të regjistrohem në fakultet. Po kishin mirë kuptim dhe pranuan shumë mirë ata në punë dhe u bëra bursiste e teatrit, që më ndihmoi edhe ajo. Dhe gjatë gjithë kohës, derisa unë isha në fakultet, unë isha shumë e angazhuar në projektet e teatrit, në çdo projekt, dhe për mua erdhi një plotësim shumë i mirë në të dy anët.
e kuptova se më duhet të ndjem disi më mirë dhe të hapi rrugën edhe për të tjerët. Nuk e di pse ishte pa imagjinueshme për disa të reja që të mos regjistrohen në atë fakultet. Ndoshta ishte barierë gjua që unë nuk e kisha problem se vërtet gjua pengon, sepse nuk isha mësi shqip dikund. Prishtina nuk kishte fakultet të arteve dramatike. Nuk kishte Prishtina asë kohë? Nuk kishte, ishte ndërprer. Shumë më herët në një gjenerat të Bajrush, Mjakut, Drita, këto ishin një shkollë 2 vjeçare, jo i plot akademin, disa shkun nga Meshkujt e mbaj mend, Enver Petrovci, Faruk Begulli, ata kanë mbaruar në Beograd. Po kishte një shkëputje dhe nuk ekzistonte as ajo 2 vjeçarja. Po unë nuk isha nevojë të shkoj atje, se isha në shtetësi maqedonisë dhe ndjeja veten të fortë që të mund të regjistrohem dhe mund të pranohem në atë. Pra studimet ju i keni kryer në gjuhë maqedone? Po, dhe e njihja mirë gjuhën, se nëse nuk e njofish mirë gjuhën, ndjehesh edhe inferiore, se arti e don. Nuk isha fare probleme në atë aspekt dhe jashtëzakonisht mirë shkuan dhe me vite të tëra pasi mbarova dhe diplomova, në akademi isha si një shembull, si një shqiptare flet gjuhën maqedone aq pastër, e ata të rrethit që vishin nga manastiri, Radovishi ose diçka, nuk mund ta flasin gjuhën. Kjo nuk është për të një krenari se unë e dija maqedonisht. Unë rastësisht e dija, por nuk kisha barierë që unë të pengohem, të mos regjistrohem dhe nuk e mendova këtë gjë. Një mësi plus që të mos ndihem unë keq, e din. Për periudhën kur kemi jetuar, ka qenë detyrueshme njohja e gjuhës. Sidomos në këtë oficiale shtetërore, për të kishë në institucione, tash ka qenë sistemi i ndërtuar dhe tash sakrifica juaj që keni bë, që nuk do mend që shumë më lehtë njeriu shkon studion në gjuhën e vet për të kriju karrierë të suksesshme. Po s'ka pas. Në një formë kjo është një lloj sakrifici që keni bën ju dhe keni studiu në gjuhë të huaj kushtimisht thënë dhe ju keni qenë shtek krijuesja për gjeneratat e reja. Pra puna juaj, sakrifica juaj, përkushtimi juaj ndaj pasionit tuaj për artin dramatik ka krijuar një shembull unikal, duke isha thonë, në historinë e dramës shqipe këtu tek ne. Ju keni qenë pjesë edhe e filmit. Dhe mu më bëri përshtypje që unë e kam parë atë film, por asnjëherë nuk e kam menduar që ju jeni aktoria të cilën e lozni rolin e femrës Nusës, Nusës shtëpisë që ndodhen në filmin legjendar, duke isha thonë, ikonik të kinematografisë shqiptare të asaj kohe, Njeriu prej dheu. Mund na e përshkruani këtë moment, duke isha thonë, kulminant në atë kohë. Në atë kohë. Për karrierën tuaj. Unë isha studente atëherë në atë kohë, kur më thirrën ta luaj këtë rol që e luajta në këtë film, po varianti i parë ishte që unë ta luaj rolin kryesor bashkë me aktorin Bekim Femiu. Dhe ishte varianti i parë i tillë, dhe Bekim Femiu kishte ndigjuar për mua dhe deshte një vajzë student të sigurisht, sepse edhe teatri i Prishtinës kishte mungesë të femrave. Flasim se në përgjithësi arti shqiptar kishte mungesë. Ishin të stigmatizuara femrat shqiptare në atë kohë. Dhe mosha ime, prandaj unë tani kam shumë dallim nga më të vjetrit, isha shumë më e reja, tani kam ngelur pak më e vjetra nga këto gjenerata tjetër dhe jem diku e vetmume në gjeneratën time. Dhe ishte një risi se ka një vajzë të talentume dhe ishte varianti i parë i tillë. Dhe ma dhanë mu si lajm se do ta luajsh rolin në filmin Njeriu prej dheu. Skenari ishte i Agim Sopit dhe i Fadil Hysës dhe regjina e Agim Sopit. Nuk di si ta përshkruaja. Isha qaqe entuziasmuar. Qaq dridhesha, mendoj se gjithë natën unë nuk kam fletur nga gëzimi, unë të të luaj me Bekim Femiu, unë në film, se ishte roli im i parë në film. Po si ndodhi që Bekim Femiu nuk u paraqit në film? Ose nuk u realizu skenari para
Unë kam dëgjuar diçka, po nuk dua tani të shpekuloj me këtë. Ai në diçka nuk u pajtua, po çfarë dhe si, nuk mund ta them unë, se nuk kam biseduar me të, edin. U prish ai variant, po megjithatë mu më dhan rol dhe isha mjaft e kënaqur edhe me tërë, se u paraqita me një kast aktorësh shumë të mirë. Luante vjerin tim ky Abdurrahman Shala dhe partner në një film me Abdurrahman Shalën, ishte vërtet një nga aktorët që janë momente që ishte po, dhe aq bukur më pranoi, aq bukur më dha një përkrahje, po, një feedback, një ashtu se e mora si shumë normale lojën edhe natyrshme. Ashtu që kjo u shënua si roli im i parë dhe pastaj nga dëshira se atje zhvillohet kinematografia, se në Maqedoni kishte pak produksion, dhe ato që ishin produksion me Serbinë dhe ma shumë mirë një aktore serbe dhe maqedone. Edhe aty ka pasur diçka që jo ma unë të prisja se do të më angazhojnë. As nuk e prisja atë. Dhe unë kalova në Prishtinë të punoj. Ishin edhe do rrethana tjera private që më quan të kaloj andej. Kisha bashortin mjek dhe nuk mund të imagjinoja që një mjek shqiptar ne deshim të fillojmë jetën dhe mund të pranohet në Maqedoni. Dhe kalova në Prishtinë duke ditur se atje do të punoj, do të jem më angazhuar, më ashtu dhe një vend për bashortin tim do të ketë një punësim. Po, ndodhi një kohë tranzicioni, një kohë shumë e keqe, viteve të 90-ta, kur gjithçka pushoi, kur gjithçka ndaloi atje me dërthëria dhunshme, as për mjekun kishte punë, as për aktoren kishte punë, dhe u detyrova të rikthehem dhe me duar të hapura më pranuan përsëri në teatrin ton. Mirë më pritën dhe unë u ktheva në vendin tim. Dua të ndërlidhem në diçka tjetër. Në pyetjen e parë, se harrova ta them dhe ta theksoj këtë. Ajo që më bën shumë krenare dhe ndjem shumë mirë. Në diplomimin tim, kur unë diplomova, unë kisha profesor që më udhëheqte 4 vite, ishte Vukan Dinevski, pedagogu im. Ai më mundsoi që punën time diplomike, ne diplomojmë me shfaqje, që ta bëjmë në gjuhën shqipe. Dhe kjo ishte shumë e bukur. Iniciatori ishte Sefedin Nuredini, ai ishte partneri im. Ja propozoi profesorit tim dhe studentat tjerë në grup e bëm se ishte dyshe, ishte një tekst i Milan Begovićit, Pa të tretin, një tekst i jashtëzakonshëm e një shkrimtarit kroat. Dhe e propozoi Sefa, profesorit, dhe ai e pranoi me shumë kënaqësi. Dhe erdhi në teatr, ne e bëm edhe në repertuar këtë shfaqje. Unë diplomova në gjuhën shqipe dhe kjo më bënte shumë krenare si ma dha këtë mundësim. Po ndoshta në art e din disa paragjykime që ekzistonin për rreth, nuk vëreshte. Dhe unë si studente nuk mund të them se më shikonin me sy tjetër. Ndoshta se edhe ishin disa kolegë të babait tim, ndoshta një background i im, nuk e di si ta spjegoj, po nuk është dhe një temë tani që ta spjegojmë këtë, po kalova bukur. Dhe kjo më bën krenare që mbarova me diplomimin tim në gjuhën shqipe. Që keni arrit një performance thojza të impononi pra diplomimin në gjuhën shqipe, kjo ka qenë që tash më herët pra, ju jeni shtek krijuesi i shumë proceseve, do kisha thonë në artin dramatik dhe jeni shembull për të marrë për punën tuaj, për përkushtimin tuaj. Kur jemi tek shfaqjet, keni luajtur në shfaqje të mëdha, keni ekzekutuar role të mëdha, siç janë të shfaqjet Antigona, Edipi Mbret dhe klasikëve të tjerë. Cili mendoni që ka qenë roli i dramaturgjisë shqiptare në emancipimin e femrës shqiptare, në ngritjen e femrës shqiptare, në
krijimin e mundësive të reja, në largimin e paragjykimeve, stereotipeve, teatri si medium, nëse mund kështu të shprehem, a ka ndihmuar në këtë kontekst? Duhet të pranoj se dramaturgjia shqiptare nuk ka qenë edhe aq e bollshme. Ka vite që jem aty dhe nuk ka qenë mjaftueshme. Megjithëse ka qenë prezente. Ne të gjitha dramat të shkruajtura më vonë që kanë qenë nga Xhabir Ahmeti, nga Resul Shebani, sidomos nga Teki Dervishi, i kemi punuar. Dhe në të gjitha këto kam pas rol. Kam pas rol të Resul Shebani në Shiu në Huertemonte, edhe atëherë kam qenë studente, por kam bërë një rol briljant. Kozetën e luaj atje, dhe kemi pas një rrugtim jashtëzakonisht të mirë dhe të gjatë me këtë shfaqje. Jemi prezentuar në shumë festivale. Jemi parë edhe ne si aktore, edhe jenë vërtet fliste për një kohë tjetër, për në një vend tjetër teksti, sepse duhet të jenë të kujdesshëm edhe dramaturgët tonë. Po spjegon të realitetin tonë shqiptar në atë shfaqje. Flitesh dhe për Chilen, për Santiago, për shumë vendet të largta, po të cilat ishin të afërta këtu në vendin tonë. Me kontekstin mentalitetit. Me kontekstin, po. Teki Dervishi në të gjitha tekstet e tija që janë nu në teatrin tonë, si që ishte Eshtrat që vinë vonë edhe kush ishte tjetër dhe ky roli im i parë që kam luajtur, që thash që kam fjalinë vetme. Atë fjalën e famshme të dua. Po, të dua, kam luajtur Teki Dervishi. Dhe të gjitha kishin role, po ishin prezent më shumë rolet e meshkujve, e rolet e femrave ishin më të zbehta. Mund të themi që po ka ekzistuar edhe një lloj patriarkizmi në kontekst të dramës. Një lloj çfarë thatë? Lloj, kur themi tek ne që jemi shoqëri patriarkale, pra. Edhe në kontekst të asaj, pra në atë aspekt dramës. Po ishin të ngritur, nuk besoj se ashtu, po ajo burrore. Na rrethonte ajo dhe nuk mund t'i ikish realitetit në fakt. Ajo na rrethonte neve dhe po gjithçka në dramaturgji është një lloj mësimi dhe një lloj që... Mendoni që kemi evoluar si shoqëri shqiptare në atë aspekt që kemi arritur që femrën shqiptare nëse jo të jenë të barabartë në këtë aspekt, por ta parafrojmë? Shumë. E kanë shumë më lehtë tash femrat shqiptare që të kyçet në proceset e artit dramatik. Shumë e kanë më lehtë dhe vërtet këtu është për të përshëndetur që femra shqiptare nuk ka stagnuar, po ka evoluar dhe është në çdo pjesë dhe në çdo vend e dukshme. Po jo e mjaftueshme. Asnjëherë nuk është e mjaftueshme. Mira s'ka fund. Jo. Ne të gjitha me shembujt tona duhet të lamë diçka pas dhe duhet të kontribuojmë dhe të motivojmë gjeneratat e ardhshme. Unë në profesionin tim e dikush tjetër në profesionin tjetër. Po të jemi shembulli. Shembulli është i mirë në çdo lajm. Zonja Tut, cila ju rrim më shumë përshtatit, cili medium do kisha thënë, teatri apo filmi? Unë gjithmonë e flas të vërtetën. Dhe mashtrime këtu s'ka. Dikur, kur nuk isha shumë angazhime në film, e doja shumë teatri. Jashtëzakonisht shumë. Dhe thoja, vërtet teatri është një zhanër që ti përjetojsh në moment, ti ndryshojsh shfaqje në shfaqje, ti je në momentin e duhur. Dhe mund ta ndjejsh dhe mund ta perceptojsh si të dush dhe në çfarë emocioni je dhe në çfarë kohë vjen edhe si. Por
me angazhimet e mia në film, që nuk e besoja. Ke ndryshuar mendje? Jo, nuk kam ndryshuar mendjen, po e dua aq sa teatri. I bukur ishte. I bukur ishte dhe mundi të cilin ti bësh aty edhe të cilin ma vonë është një satisfakcion për punën tënde, është një motivim për vlerësimin tënd, i cili jeton më gjatë, i cili ka një shikueshmëri më të madhe se teatri. Se teatri ka stagnuar dhe kemi pak problem në atë mënyrë. Duhet të rikthejmë diçka, duhet të rikthejmë një publik. Është teatri... Se unë e mbaj mend shumë e hetër teatrin edhe e mbaj mend edhe tani, edhe dikur. Po, unë kam udhëhequr teatrin çdo vite dhe i di peripecit që filluan të kenë teatrot por kështu. Jo, nuk e la fajin të ne. Jo. Te ne si udhëheqësi ose si aktor. Por unë më shumë e lëm fajin në zhvillimet teknologjike. Edhe unë mendoj. Edhe besoj që teatri duhet luftoj që të gjejë vendin e vet. E teatri duhet i bën politikat e veta që të mund të rikthehen. Ne tani bëm një komedi i cili ndoshta nuk e ka aq vlerën sa do të shfaqe që kemi bërë ne të mëdhaja, siç ishte Macbethi që e bëm kur unë luaja një rol të jashtëzakonshëm aty të Lady Macbethin dhe e di për vlerat e asaj shfaqje edhe. Por shikueshmëria është jashtëzakonisht e madhe. Ne nuk kemi shfaqje reprizë dhe njerëz vinë nga 2-3 herë dhe i njohim të qeshurat e njerëzve të cilët kanë qenë. Po e njëjta është nga pas i njohim se ata kanë ardhur për së treti apo për së dyti që ta shikojnë shfaqjen. Duhet sepse kështu motivohen dhe vinë të jenë prezent vazhdimisht në teatr dhe të jenë aty. Pra duhet të jepet një lloj sebepi. Duhet të bëjmë diçka. Do të thënë kjo është politik repertuari, është politik punë PR-i, punë marketingi. Po, është që duhet të mendojmë diçka. Përderisa edhe në botën e filmit kanë angazhuar në role kryesore influencerë të cilët më herët nuk kanë pasur pra një shkollë formale të aktrimit. Këtë punë mendoj që edhe teatri duhet të riorientoj politikat e tij drejt përcjell publikun aty, se fundit gjithçka kohë të mëson, domethënë çdo kohë i ka sfidat e veta, i ka kërkesat e veta dhe duhet në këtë aspekt të mendojmë pak. Zonja Tut, me punën tuaj gati se 4 dekadëshe, jeni nominuar për çmime të ndryshme, keni marrë çmime nga më të ndryshmet. Unë kam veçuar këtu nga çmimet e Vojdan Çernodrinskit deri tek Talia Plakës dhe kulmi i krejt çmimeve në kontekst të rëndësisë hierarkisë pra shtetërore i vjen çmimi i 11 tetorit. Kjo njohje që është bërë juve, është një lloj plotësimi personal apo është një lloj njohje e sakrificës, punës së femrës shqiptare, të një aktorie shqiptare, e cila edhe për skaj gjithë asaj që diskutuam, edhe për skaj gjithë atmosferës e cila nuk i ka parapri ose nuk ka qenë ndihmuese ose shtytse ndaj femrës shqiptare, ju keni arritë që t'i theni gjithë ato barriera dhe të arrini në këtë stat të karrierës tuaj. Mendoni se kjo është ajo që shi ambitor, nëse kështu mund të them në klishe? Po mund të thuhet. Mund të thuhet edhe kështu, por i paraprin vërtet një punë e gjatë e imja. Dhe as i kisha ndëgjuar atëherë kur unë punoja për një 11 tetor që një shpërblim të tillë, as që e kam dëshiruar, do të thënë, të gjitha këta i kam bërë nga dashuria ime. Që ta dinë shikuesit, pra, çmimi 11 tetori nuk është që vetë artistët pretendojnë për çmim, por institucionet të cilët në bazë të biografive të artistëve që kanë para vetit, ato i paracaktojnë realisht për një betejë më të ngushtë për një konkurrencë më të ngushtë që pastaj nga një komision profesionistësh zgjidhen në bazë meritokracie se kush e meriton. Dhe unë mendoj që jeni plotësisht meritore për çmimin që keni marrë dhe kërkoj gjithë që ju ndërpreva vetëm një seri për publikun e gjë. Tjetrin plotësohemi. Dikur kam punuar nga pasioni im, nga dashuria ime dhe njeriu kur punon nuk duhet të punon për çmime. Ata vinë ose nuk vinë për fat të keq, ndonjëherë rastësisht vlerësohesh ndonjëherë, mund të t'ikën, po publiku mban mend.
themin e gjithmonë, po ç'më duhet çmimi, mora duart trokitjet e u vlerësova mirë dhe ta po kur vini janë shumë të mirëseardhura. Shumë korrekte. Po korrekte, kështu është ajo, vërtet është ashtu. Dhe ky çmim 11 tetori disa vite më herët kur dikush më tha, dhe ishte vllau im që më tha, Teuta ti duhet të konkurosh për këtë çmim. Thash unë prit, kom kohë ende, s'kam bërë diçka që unë duhet të aplikoj ose të aplikon dikush për mua, që të jetë vërtet shumë korrekte, që të mos refuzohem, se krenarinë e kam shumë të madhe. Dhe e dija se ende nuk jam gati për diçka të tillë, se bagazhi duhet të jetë i mjaftueshëm dhe bagazhi duhet të mos nënçmohet kur të jesh aplikant i këtij çmimi. Më erdhi keq se disa vite më herët nuk e mora, po megjithatë e dija se do të vjen një kohë që nuk do të rezistojnë në biografinë time. Për fat të mirë më erdhi një sukses shumë i madh edhe me filmin dhe u plotësuan edhe me këto që kisha shumë vite më parë. Filmi Vera që ndron detin ishte një rrugtim shumë i mirë i atij filmi dhe ku morim mbi 20 çmime anë mban botës, ku premierën e kishte në Venedik, ku Grand Prix e morëm edhe në Tokyo dhe bartse e rolit kryesor isha unë dhe u vlerësova jashtëzakonisht mirë. Dhe atëherë veç u rrumbullaksu diçka që kishte munguar pjesë e mozaikut. Normal, se gjithkush mund të aplikon, po sa do t'jesh i realte dhe sa do të... Se në fund ditës duhet ballafaqohen CV-t. Po, si edhe në fundit flet ajo, dhe prandaj vërtet ishte një qershim mbi tort. Edhe unë gëzohem shumë që e mora dhe shpresoj të gjithë që e meritojnë dhe prandaj ua dedikova të gjithë atyre që dikur e kanë merituar dhe nuk e kanë marrë. Se mund të ndodhe edhe kjo. Po duhet vërtet ne nga kulaçi jonë që na takon të vazhdojmë të kërkojmë atje ku meritojmë. Unë besoj që çmimet janë të mirëseardhura. Mirë po në fund të ditës janë subjektive në kontekst të asaj që jo, si që thatë, jo rallë herë bëhemi pre e subjektivizmit të kolegëve tonë, të komisioneve të ndryshme. Mirë po në fund të ditës nuk mund të rezistohet kualitetit, nuk mund të rezistohet një biografie të pasur si biografia juaj. Dhe edhe pse me një vonesë të vogël, unë besoj që çmimi 11 tetori është më se meritor për ju që është dhënë. Faleminderit. Për fund, do desha që na leni një lloj mesazhi për gjeneratat e reja. Për një vajzë e re e cila është para dyrëve të Fakultetit të Arteve, dramatik në këtë rast, dhe do dëshironte që të dëgjonte prej jush, aja vlen që të regjistrohet, të kaloj gjitha të kalvar mundimesh në kontekst akademik, bisedojmë, edhe që ti qaset një karriere. Cili do ishte ai mesazhi juaj në 2-3 fjalë? Mesazhi im është, vërtet kjo është shumë personale. Ta mendoj jo një herë, po 2 herë, 10 herë. Aja vlen të miret me këtë profesion. A është vetë kritike nëse regjistrohet aty dhe a ka pasion aq të madh ndaj artit, ndaj aktrimit, dhe a ka kaq shumë dashuri për t'i sfiduar të gjitha këto mundime që i jep ky lloj profesioni. Se ky lloj profesioni vërtet do shumë sakrifica, po edhe shumë dashuri e cila e mbytën të gjithë atë sakrificë që do ta bësh. Nuk, jo vetëm aktrimi, po asnjë profesion tjetër nuk bëhet pa dashuri. Po ta mendoj mirë, dhe po ta bë me dashuri, do të arrije në majat ku ajo dëshiron. Pra ja vlen. Po si ja vlen, po nuk ka asnjë profesion tjetër që të përmbush më së shumti se aktrimi. Dhe unë them... Shif,
Kur të artit figurativ e përmbushit. po jo. Ju jeni art. Ju jeni art. Çdo profesion thash është i mirë, po e dashuron fuqishëm. Po ky është më specifik se ta jep Zoti apo s'ta jep. O je i prekur nga Zoti them, unë edhe student do them. Kjo është një nga ato. Unë dua të bëhem aktore. E po nuk bësh aktore nëse nuk e ke talentin. Nuk ta ka dhënë Zoti. Prandaj them, duhet të mendosh mirë, nëse e do, nëse vërtet ke vlera që këtë dikush atje duhet të bën seleksionime, duhet mirë ta di nëse ja vlen apo s'ja vlen. Edhe procesi seleksionon. Procesi po. Edhe procesi seleksionon në mënyrë të natyrshme. Është gjynatja zhvendi dikujt që vërtet e don. Nëse edhe unë mendoj se do të arrin, do t'i mbrin të gjitha ato, nuk ka rezistencë ndaj asnjë roli, do të menduar shumë mirë se çdo rol është i bukur, po duhet t'ja japish ato format e tua dhe t'ja japish shpirtin tënd dhe arrihet. Unë kam dëgjuar që nuk ka rol të vogël dhe rol të madh, por ka artist të vegjël dhe artist të vogël. Ajo është vërtet. Është vërtet edhe ajo. Zonja Teut, unë të falenderoj shumë për kohën, për konsideratën që patët ndaj meje dhe për ftesën që u përgjigjet për të bërë pjesë e muhabeteve të kulturës. Jo, më pëlqen kur bëj muhabet. Po, dhe të falenderoj për bisedën e ndjerë, shpresoj që të takohemi në sukseset e radhës, në projektet e radhës. Shpresoj. Brenda dhe jashtë teatrit. Shpresoj, faleminderit që isha prezente, faleminderit që më ndatë kohë dhe ju mua. Faleminderit shumë. Të dashur ndjekës të podcastit Muhabet e Kulture, deri në takimin e radhës, mirupafshim.